Dëshiroj gjithashtu të vlerësoj rolin dhe mbështetjen e Eurojust duke krijuar ura të forta bashkëpunimin ndërkombëtar. Ne nuk na bashkon vetëm gjeografia, por edhe përkushtimi i përbashkët për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin. Asnjë vend i rajonit nuk mundet t'i bëjë ballë këtyre fenomeneve i vetëm. Grupet apo organizatat kriminale janë të ndërlidhura, operacionet janë transnacionale dhe rrjetet e tyre janë shtrirë kudo. Një hetim që nis në një vend na çon drejt fakteve të dyshuarve apo lëvizjes së parave në një vend tjetër. Për të shpërbërë këto struktura, na duhet të veprojmë me vendosmëri, jo vetëm brenda territoreve respektive, por edhe në mënyrë kolektive si pjesë e rajonit. Kjo do të thotë më shumë hetime të përbashkëta, ndarje më e shpejtë e informacionit, besim ndërsjellë mes prokurorëve dhe një vizion i qartë se gjeografia nuk e pengon, por e ndihmon partneritetin tonë. Përmes bashkëpunimeve me disa vende të rajonit, ne kemi parë këto rezultate konkrete. Po t'i hedhim një sy edhe raportit të Eurojust për vitin 2024, shikojmë që prokuroria SPAK është prokuroria me numër më të lartë të çështjeve të çelura në Eurojust, nga vendet jo anëtare të BE-s. Nga muaji janar-maj 2025, SPAK ka marrë pjesë në 10 nga mbledhjet e koordinuara të Eurojust. Aktualisht SPAK ka 23 skuadra të përbashkëta hetimore me vende të Bashkimit Evropian, por edhe me vende të rajonit, si dhe një skuadër me vend të Amerikës Latine.